TikToku është rrugaçi i lagjes që ne kemi frikë që fëmia të shoqërohet me të kur del nga shtëpia. Qeveria shqiptare ka pranuar vendosjen e 7 pajisjeve Deep Packet Inspection në rrjetet e internetit dhe telefonisë celulare, një teknologji e përdorur zakonisht nga regjimet autoritare si Kina, Rusia, Irani dhe Turqia për kontrollin dhe censurën e informacionit online. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, Igli Tafa, ka garantuar publikun se nuk ka rrezik përgjimi pasi komunikimet janë të koduara dhe DPI do të përdoret vetëm për të bllokuar TikTok për një vit. Megjithatë, ekspertët e teknologjisë kanë ngritur shqetësime se DPI është shumë më tepër se një firewall i thjeshtë. Pajisja ka aftësinë të monitorojë, bllokojë dhe analizojë në detaje çdo trafik interneti, përfshirë mesazhet, videot apo përmbajtjet e kritikës ndaj qeverisë. DPI përdoret gjerësisht në regjimet autoritare për të kontrolluar fjalën e lirë, për të zbatuar përdorues që përdorin VPN apo aplikacione të sigurta si Sinjal. Eksperti shqiptar Besmir Semanaj ishte ndër të parët që ngriti alarmin për këtë situatë duke theksuar rrezikun për privatësinë dhe lirinë në internet. Ai shpjegoi se DPI lejon inspektimin e detajuar të dhënave që mund të ndërhyjë në komunikime dhe të monitorojë sjelljen online. Në këtë situatë dyshohet se preteksti për vendosjen e DPI ishte bllokimi i TikTok, ndërsa qëllimi i vërtet është kontrolli masiv i qytetarëve. Rreziqet kryesore janë censura, mbikëqyrja pa transparencë, keqpërdorimi i të dhënave dhe shkelja e privatësisë. Ky hapi qeverisë shihet si pjesë e një modeli të njohur nga regjimet autokratike, krijimi një krize, shpikja e një armiku dhe shtimi i kontrollit mbi shoqërinë.